Hetimet e SPAK-ut kanë zbuluar asete të cilat i përkasin personave të dyshuar në dosjen qindra miliona euroshe të abuzimeve me tenderët e Akshit. Hetuesit kanë zbuluar një jahtë luksoz në pronësitë e Ermal Beqirit. Zbulim ky i ardhur nga kontrollet e Byros Kombëtare të Hetimit. Nga verifikimi rezulton se një shtetase e quajtur Xhenila Tamizi kishte emrin në dokumentet e zotrimit të mjetit lundrues Pretador 50 Skyfall, që sipas SPAK-ut është blerë nga Ermal Beqiri. Mjeti lundrues rezulton se ka vlerë të konsiderueshme, rreth $950.000. Në vijim me qëllim verifikimin e të dhënave të konstatuara, të cilat rezultuan nga ushtrimi i këtij kontrolli, është proceduar me marrje në pyetje të disa punonjësve të shoqërisë EA Solutions SHPK. Këta shtetas në tërësi kanë deklaruar se njoftimet për punë i kanë parë në internet. Trajnimet e tyre i ka bërë shtetësia Xhenila Tamizi. Nga aktet, kjo shtetase rezulton të jetë e punësuar në shoqërinë Soft and Solutions SHPK. Madje në emër të saj rezulton edhe sendi i blerë nga Ermal Beqiri, mjeti lundrues Pretador 50 Skyfall yacht. Pasi janë trajnuar punonjësit bëjnë me dije se kontratat janë lidhur me një shoqëri tjetër të ndryshme nga Soft and Solutions, konkretisht me shoqërinë EA Solutions, thuhet në dosjen e SPAK-ut. Hetimet e SPAK-ut po përqendrohen edhe në prona të tjera të fituara nga kompania Soft and Solution dhe EA Solution, pasi sipas informacioneve janë përqendruar në Tiranë, në sektorin e ndërtimit dhe në prona të paluajtshme në disa vende të Shqipërisë. Po ashtu SPAK po kërkon informacione edhe tek bankat e nivelit të dytë për të gjurmuar paratësie dhe hipotekat.